Përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku për gjatë orëve në vazhdim në ditarin e pasdites në 2 CNN, gjykim të zakonshëm për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqa dhe gjykim të shkurtuar për të bashkëpandehurit e tjerë në dosjen sterilizimi. Këta të fundit kishin bërë vetë kërkesë për gjykim të shkurtuar, ndërsa ish-ministri Beqa jo. Për më shumë detaje lidhur me këtë zhvillim të fundit, do të kem në lidhje të drejt për drejt kolegun Armand Bajrami. Armand, të përshëndes. Çfarë do të thotë tashmë që ka një gjykim të zakonshëm për ish-ministrin dhe gjykim të shkurtuar për të pandehurit e tjerë? Po Bruno, në fakt, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj kishte shkuar si i pandehur në gjykatën e posaçme bashkë me 8 persona të tjerë të dyshuar, po ashtu për aferën e çështjes sterilizimit, pjesa tjetër të akuzuar për shpërdorim të detyrës përveç 3 personave që sipas PAK kishin operuar në formën e një grupi të strukturuar kriminal, kishin vjedhur në formën më saktë, kishin vjedhur në formën e një grupi të strukturuar kriminal dhe ky grup kriminal përbëhej nga ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, nga ish-zëvendësi i tij në Ministrinë e Shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj. Por në seancën e ditës sotme, gjykata e posaçme, treshja e gjykuese që kishte në duart e saj këtë çështje, pranoi kërkesat e 8 të bashkëpandehurve të ish-ministrit Beqaj për gjykim të shkurtuar dhe përveç faktit që pranoi kërkesën e tyre për gjykim të shkurtuar, rrjedhimisht edhe veçoi çështjen e tyre në blok ndaj ish-ministrit Beqaj. E thon thjesht, 8 të bashkëpandehurit e ish-ministrit Beqaj do të gjykohen me kohë të shkurtuar. Në seancën e radhës që u caktuar në 11 qershor do të është ftuar prokuroria të paraqesë konkluzionet përfundimtare, pra pretencën ndaj tyre, masat e dënimit, nëse do të kërkojë fajësi dhe masat e dënimit, ndërkohë që sa i takon ish-ministrit Beqaj, ai tashmë dosja penale në ngarkim të tij do të rihidhet në short në gjykatën e posaçme, do të përzgjedhet një gjyqtar dhe më pas do të vijojë shqyrtimin normal i tij në një proces të zakonshëm. Diferenca mes dy procedurave, pikërisht 8 të bashkëpandehurit e zotit Beqaj, përfshi edhe ata 2 që janë konsideruar si antarë të të njëjtit grupim kriminal, pikërisht Rjepaj dhe Rapaj, do të përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit në rast se në përfundim të gjykimit ndaj tyre konsiderohen dhe vlerësohen të fajshëm nga gjykata, garanci që jep pikërisht forma e procedura e gjykimit shkurtuar. Ndërkohë që zoti Beqaj do t'i nështrojë gjykimit zakonshëm, çka nënkupton një përballje më të gjatë të shtrirë në kohë, që do të zgjas më gjatë, do të përballen në sallën e gjyqit të gjitha pretendimet e palëve, do të ballafaqohen në gjyq dhe do të debatohet çdo provë, qoftë e akuzës dhe qoftë e prokurorisë në sallën e gjyqit, por në përfundim të këtij procesi, në rast se gjendet fajtor për akuzën e ngritur ndaj tij, ish-ministri nuk përfiton ulje të dënimit. Qartë. Armand, por a kishte mundësi dhe ish-ministri të kërkonte gjykim të shkurtuar, sikurse të bashkëpandehurit e tjerë? Bruna, seanca e sotme në fakt ishte në vimësi edhe të seancës kaluar në të cilën të gjithë të pandehurit njëri pas tjetrit paraqitën kërkesat që konsiderohen si kërkesa paraprake të veçimit të dosjes apo të gjykimit shkurtuar apo kërkesa për mos kompetencë. Në fakt, disa nga të bashkëpandehurit e ish-ministrit Beqaj, për cilët u pranoi gjykimi shkurtuar, kishin kërkuar edhe shpallje të mos kompetencës, pra që çështja ndaj tyre të mos gjykohej nga gjykata e posaçme, por të gjykohej nga gjykata e thjeshtë që i takonte ajo e Tiranës. U rrëzuan këto kërkesa për mos kompetencë, të 8 këta persona do të vijojnë të gjykohen në gjykatën e posaçme, ndërkohë që në atë seancë, pra që në seancën e kaluar, ish-ministri Beqaj shfaqi kundërshti të forta, qoftë mbi mënyrën se si u bën ndryshimi i akuzës ndaj tij, pasi do duhet të rikujtoj Bruna që SPAK në përfundim të hetimit për çështjen sterilizimi vendosi të dërgonte 9 persona, të merrte të pandehur 9 persona dhe të kërkonte gjykimin e tyre, por për akuzën për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Gjatë shqyrtimit paraprak, me sugjerim të gjyqtares paraprake, u vlerësua se 3 persona, pra 3 prit pandehurve, ish-ministri Beqaj, ish-zëvendës ministri i Shëndetësisë, por edhe biznesmeni, nuk duhet të akuzoheshin për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, por për atë të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në formën e grupit të strukturuar kriminal. Pikërisht zoti Beqaj pati debat qoftë në seancën e shkuar, por edhe në seancën e sotme, duke pretenduar se prokurorët e SPAK, edhe pse ishin bindur dhe kishin marrë parasysh këtë sugjerim të gjyqtares paraprake, nuk e kishin materializuar
kërkesën e tyre me një kërkim, pra që të kërkonin rikualifikim të akuzës, por ishin mjaftuar vetëm me vendimarrjen më pas të gjyqtares paraprake për dërgimin e dosjes në gjyq, ku ish-ministri dhe 2 të tjerët u dërguan jo për shpërdorim detyre, por për vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Dhe zoti Beqaj përfshi edhe avokati i tij, patën kundërshti ditën e sotme duke pohuar se nuk ishin të qartë se për cilën nga 2 akuzat do duhet të mbroheshin për shpërdorimin e detyrës apo për vjedhjen, pasi ish-ministri tha se nëse kanë vjedhur, atëherë prokuroria duhet kishte paraqitur edhe një shifër lidhje me këtë vjedhje, çka nuk ka ndodhur. Po ashtu kundërshti zoti Beqaj pati edhe sa i takon një vendimarrje